Ideja e muzeumit në fakt ka lindur shumë vite përpara dhe ka pas shumë skeptik, nuk e kam pas kaq të lehtë. Që ke federata e vjetër, ke ambasada amerikane, ishte një sipërfaqe e vogël në fakt. Dhe fillimisht e mbaj mend si sot që kur e inauguruam, madje ishte me derë. Muzeum me derë. Muzeumet janë gjithmonë të hapura, janë gjithmonë. Kjo është një përpjekje, nuk besoj sepse gjërat nuk marrojnë kurrë. Gjithmonë ai që e kuron, ai që merret me këtë, gjithmonë gjen gjërat që duhet i përmirësoj, duhet i rregulloj dhe realisht ka shumë punë për të bërë. Megjithatë kjo përpjekje mendoj se i ka dhënë një lloj risie. Në fund fare historia është gjë shumë e rëndësishme jo vetëm për jetët tona, për edukimin e atyre fëmijëve që dinë shumë pak për çfarë ka ndodhur në futbollin shqiptar, edhe për publikun e gjerë, sepse ka interes për të parë